prej ujmonit në fabrikën Shkobaj e në Lesmir Fukushova. Në vitin 1951, në Shqipërinë komuniste, një autobus i prodhimit sovjetik kishte arritur në Bajramcur, që aso kohë quhej Kolgecaj. Të gjithë banorët kishin dalë ta shihnin me entuziazëm dhe preknin si të ishte një objekt nga një botë tjetër. Kjo ngjarje ishte pjesë e kronikave propagandistike të komunizmit për gjoja një Shqipëri zhvilluar. Forse heronjtë e punës socialiste Haki Dura dhe shoku i tij i ngushtë Xhel Jakupi punojnë tani për nëndorin e 1963. Ka qesharake tingëllojt mërkurën një kronikë e pushtetit në Kosovë. Ministri i Bujqësisë dhe kryetari i komunës, të rrethuar nga stafi, po e inauguronin me pompozitet një kanal ujitës në fshatin Lëpsh të Podujevës. Por ironia është se ky pushtet madhështor në propagandë nuk po arrin ta përfundojë tash e 6 vjet autostradën që lidh Podujevën me Prishtinën për shkak se ka ngecur në disa ura krejt modeste. Koleksioni propagandistik qesharak i qeverisë Albin Kurtit nuk fillon dhe mbaron në Lëpsh. Në vend të projekteve të mëdha që u realizuan dikur me shumë pak buxhet, si autostradat që lidhin me Shqipërinë e Maqedoninë, aeroporti, mira rrugë, qindra shkolla, themelimi i diplomacisë së ushtrisë, ky pushtet që nuk realizoi asgjë që ka premtoi në vitin 2021, po i jep popullit tregime groteske që ilustrojnë më së miri faktin se pse Kosova është vendi i dytë më i varfër në Evropë e i fundit për nga niveli i arsimit. Urat 7-8 metra të fshatra, si dhe të tjera që së përfundojnë me muaj e vite, janë trashëgimia e fortë e projekteve të qeverisë së vetëvendosjes që ka administruar me një buxhet prej rreth 20 miliard euro. Si historia e autobusit në Bajramcur, në Staradran të Istogut në dhjetor të vitit 2022, doli gati krejt fshati bashkë me udhëheqjen komunale për ta pritur kryeministrin Kurti. Një urë 8-9 metra që nuk qënte askund, po përurohej si investimi i qeverisë. Dhe ngjashëm ironia vazhdon. Kjo qeveri 10 miliardëshe nuk po arrin ta përfundojë tash e 6 vjet autostradën që lidh Prishtinën me komunat e Dugaxhinit. Në teatrin e propagandës hyri dhe një qezmë me rrjetin e ujësillësit në Lesmir të Fushkusovës, ku për prerjen e shiritit Kurti zbarkoi i shoqëruar me ministra e një armatë funksionarësh. Një tjetër urë është kronik historike e këtij pushteti. Albin Kurti nuk u ndërtoi xhilanasve autostradën për Prishtinë e as stadiumin e qytetit. Megjithatë, në rrugën Prishtinë-Gjilan arriti ta përfundoi urën të liçeni Badocit, diku 38 metra të gjatë e mbi 7 metra të lartë. Punimet zgjatën 12 muaj, një shpejtësi që më shumë gjatë do ta xhelozonin edhe japonezët. Për këtë projekt Kurti nuk preu fare shirit, por shiritin e preu 2 herë për rrugën e njëjtë, autostradën Prishtinë-Mitrovica, që s'ka përfunduar ende dhe me siguri të plotë s'do të përfundojë as këtë vit. Një pushtet si ky Albin Kurtit, që nuk arrin ta largoj asnjë copë dheu nga rruga edhe me lajmet për aksidente fatale nga ai vend, imagjinojeni a është në gjendje të ndërtojë hekurudha me lidhje rajonale, diga ujore, aeroporte apo aviokompani. Krejt që ka di kjo mendësi, janë disa kronika për disa ura që nuk çojnë askund dhe 100 euro në kofushotash që nuk zhvillojnë asgjë.